Një paralajmërim i fortë vjen nga ish deputeti Halit Valteri, i cili shpreh se së paku 3 politikanë të njohur nga të dyja kampet politike nuk do të arrijnë të betohen në kuvendin e ri në shtator, pasi prokuroria e posaçme SPAK pritet të komunikojë akuzat përpara nisjes së mandatit. Në një intervistë televizive, ai është shprehur se hetimet për disa prej politikanëve të përfolur për korrupsion janë në fazat përfundimtare dhe që brenda afateve ligjore, SPAK do të bëjë publike akuzat ndaj tyre, duke pamundësuar marrjen e mandatit. Mbi 3 politikanë nuk do të marrin mandatin e deputetit dot në shtator, pasi do të komunikohet akuzmajtas djathtas, pra të dyja anët. Unë nuk i di emrat, se po t'i dija, do t'i thoja emrat. Nuk i di emrat, po shikoj afatet e dosjeve, pasi e kam ndjekur pak a shumë punën e SPAK, po mbarojnë afatet e disa dosjeve për disa politikanë të cilët janë në përfundim të hetimeve dhe do të komunikohet akuzë dhe si rrjedhoj, nuk do të kenë mundësinë që të betohen si deputet të kuvendit të Shqipërisë. Nuk po shikoj filxhanin e Monikës, por është bindje, pasi di 1, 2, 3, 4 politikan janë në hetim, janë paraqitur disa herë pranë prokurorisë së posaçme dhe afati 2 vjeçar, 3 vjeçar i përfundimit të hetimeve ka ardhur dhe do të komunikohet akuzë pasi janë njerëz të cilët kanë ardhur me opinga të lidhura me Tel Bakri dhe sot lëvizin me Range Rover, u shpreh Halit Valteri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.